Pas shqetësimit të ngritur pak ditë më parë në lidhje me sigurinë e urës së Karicës, pjesë e rrugës nacionale Burrel Skuraj ka ardhur edhe reagimi i autoritetit rrugor shqiptar. Ky institucion ka vendosur për afro 2 vitesh ndalimin e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd mbi këtë urë, e cila nuk ka më siguri për të përballuar pesha të rënda. Ura në fjalë është futur në projektin $100 milion të Bankës Botërore për ndërtimin e urave të reja në disa rrugë nacionale të vendit. Por duke qenë se zbatimi i projektit ka zgjatur prej vitit 2022, në urën e Karicës ishte rikthyer qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd, pasi ishin larguar barrierat e betonit. Prej 2 javësh pranë urës është stacionuar një postobllok i policisë rrugore me kërkesë të ARSH-s, i cili monitoron gjithkohës lëvizjen e mjeteve dhe ndalimin e kalimit të kamionëve. Për të gjithë drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd është vendosur sinjalistik ndaluese e lëvizjes së këtyre automjeteve në hyrje të rrugës në Skuraj dhe në afërsi të urës së Matit. Kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd mbi urën e Karicës është i ndaluar rreptësisht deri në ndërtimin e një ure të re, por deri tani nuk ka një njoftim zyrtar se kur mund të nisë zbatimi i projektit i cili është gati. Policia rrugore u bën apel drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd të mos e përdorin aksin Burrel Skuraj pasi janë në shkelje të sinjalistikës së qarkullimit rrugor.